3 pikë shumë i rëndësishëm dhe jam i kënaqur me luftën e futbollistëve në gjithë 90 minutave. Dhe nuk jam i kënaqur me mënyrën se si pasuam gola sot dhe mënyrën se si erdhi deri te penaltia, për shkak se një skuadër me eksperiencë, si është skuadra jonë, nuk do të tolerojnë lojën mbrojtëse të bëj kështu gabime të nivelit sotëm. Dhe do të përmendi edhe atë që më e rëndësishme për momentin, për sot është që u kthyem me 3 pikë pas humbjes javën e kaluar. U duk mënyra se si menaxhuam pjesën e parë, u duk që më në fund do shohim një ndeshje të qetë nga Shkëndija 2-0, pastaj 3-1 dhe mundësi tjera për të shënuar, por sërish komplikojmë, sërish tolerojmë. Është ky segment i lojës ku duhet jemi më të kujdesshëm dhe të përmirësohemi. Patjetër, nëse ne deri tani kemi pranuar shumë pak gola dhe kundërshtarët na kanë krijuar shumë raste, shumë pak raste në vërtet. Sot edhe pse ato nuk krijuan shumë raste, të gjitha situatat që krijuan ishin shumë të rrezikshëm, që ishte edhe për tolerancën tonë, do të jemi shumë më të kujdesshëm në lojën mbrojtëse, veçanërisht jashtë fushë kur ke shënuar 3 gola, besoj që do të marrësh fitore shumë më të lehtë në krahasim me atë që morëm ne sot. Realisht meritat shkojnë për gjithë ekipin kur fitohet, por të flasim për gjëra pozitive, përveç autorëve të golave, një penalti e pritur nga Gaje na ndihmoi shumë kur shohim se si u mbyll ndeshja ngushtë 2-3, sigurisht që shkojnë kreditë edhe për portierin. Shumë e rëndësishme si pritje Gaje është një ndër pikat forta tonët, por besoj që luftoj gjithë skuadra dhe diçka që duhej në fakti shumë e lehtë, skuadra e komplikoi dhe bëi të rëndë me gabimet që bën mbrojtje. Kurse pse vërtet gjërave tjera, unë nuk do të flas shumë sot për futboll, se ju shumë mirë shihni tani se për çfarë gjendje të fushës bisedohet mbrapa shpinës time dhe vetëm për këtë, kur shef disa futbollistë në zhveshtare tani që gjitha këmbët i kanë me gjake dhe me lëndime, e ke qartë se ku luajmë, por kjo pjesë është për të analizuar nga instanca tjera.